Bismillahirrahmanirrahim. Sot do të flasim rreth konceptit të trishtimit dhe diskutimeve që kanë ekzistuar brenda traditës islame në lidhje me vlerën e tij fetare dhe mënyrën se si ai duhet kuptuar në fe. Termi në arabisht për fjalën trishtim është huzn. Ka edhe dy terma tjerë që përdoren përgjithsisht, si termi hem dhe gham. Fjala huzn në arabisht, fjala trishtim, përkufizohet si trishtim që lidhet me gjërat reale dhe veçanërisht me ato që kanë të bëjnë me të kaluarën, kur njeriu ndihet i trishtuar me gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën, gjëra që ai mund t'i ketë humbur apo gjërat që mund t'i kenë ndodhur. Pra me ngjarje të pakëndshme që kanë ndodhur në të kaluarën ose për shkak të një objekti dashurie që është larguar prej tij. Ai në fjalorët e gjuhës arabe konsiderohet si një emocion i durueshëm i vendosur në zemër, i cili është më i fortë se termi ham, që është termi tjetër, dhe se termi gham. Në arabisht huzn, ham dhe gham janë përgjithsisht terma sinonimik që i referohen trishtimit si emocion. Dhe ndonse fjala huzn, që është fjala më e përdorur që përdoret edhe në Kur'an, po ashtu i referohet trishtimit që ka të bëjë me gjërat që kanë kaluar. Fjala gham përgjithsisht i referohet trishtimit dhe pikëllimit që ndjen njeriu për gjërat që do të vinë në të ardhmen, pa për fakti që diçka e pakëndshme që ai pret që të ndodhin në mënyrë të pashmangshme në të ardhmen, apo pa aftësisë së tij për të arritur në të ardhmen atë që ai kishte dëshiruar gjithmonë, dhe për këtë arsye ndjen hidhërim, ndërkohë që fjala ham shpesh konsiderohet si sinonim i ghamit, e shpesh si sinonim i huznit. E rëndësishme është që të gjitha termat që flasin për trishtimin në gjuhën arabe kanë kryesisht të bëjnë me trishtimin që ndjen njeriu në lidhje me gjërat e vërteta dhe reale që kanë ndodhur, veçanërisht ato që kanë ndodhur në të kaluarën ose ato që do të ndodhin në të ardhmen, në afërt apo të largët qoftë ajo. Në traditën islame ka një mori opinionesh në lidhje me trishtimin dhe vlerën e tij fetare. Pyetja që dietarët muslimanë kanë bërë vetes është: a është trishtimi një ndihmë për jetën e vërtetshme në islam apo është një pengesë për të? A është ai një pengesë për jetën e Zotit dhe kësaj diçka që duhet kapërcehet, apo mund të shërbejë si një nxitje për jetën e Zot? A është trishtimi një vestacion shpirtëror, një makam, dhe kësaj një virtyt i synuar nga çdo kërkues shpirtëror, apo është thjesht një realitet i pashmangshëm i jetës, i cili duhet përballur në mënyrë të virtytshme? A ka vlerë fetare në vetë trishtimin, në vetvete, apo vlera e tij qëndron në arsyen pas trishtimit? Fjala vjen: një njeri duhet jetë i trishtuar nëse ai nuk ka se me çfarë burimesh të jap kauzës së Islamit, por ajo që është e lavdërueshme këtu nuk është trishtimi në vetvete, por forca e besimit që do ta bënte njeriu që trishtohej për faktin se nuk ka burime për të dhënë si kontribut në avancimin e kauzës së Islamit. Apo mos vallë, trishtimi ka një rol jetik në rrugën drejt lumturisë njerëzore. Këto kanë qenë pyetjet që dietarët muslimanë i kanë shtruar në momentin kur kanë analizuar temën e trishtimit. Normalisht në shoqëritë moderne, shoqëritë kryesisht perëndimore në cilën ne jetojmë, trishtimi shpesh konceptohet në terma patologjik ose negativ. Ai shihet si diçka që duhet rregulluar, shëruar ose kapërcyer në vend që të pranohet si një pjesë e rëndësishme e spiritualitetit apo e qenies njerëzore. Ky lloj këndvështrimi negativ ka disa rrënjë. Një prej tyre është kultura terapeutike e cila ka mbizotruar shekullin 20, ku shqetësimi emocional trajtohet si diçka jo normale, në vend që të jetë pjesë e natyrshme njerëzore, pra si diçka që duhet të shërohet psikologjikisht apo të tejkalohet psikologjikisht, në vend që të konsiderohet si diçka me vlerë në vetvete. Po ashtu ekonomitë moderne i japin përparësi funksionalitetit, produktivitetit e efikasitetit. Trishtimi, i cili mund të ngadalsojë punën dhe të ulë prodhimin, shihet si një problem që kërkon një zgjidhje të shpejtë. Në shumë kultura, sidomos ato amerikane ose perëndimore, ka një lloj theksi të veçantë i cili vendoset mbi pozitivitetin, optimizmin dhe suksesin personal, dhe kjo lloj qasje i sheh emocionet si trishtimi, pikëllimi apo malinkonia si diçka e cila i pengon njeriu drejt pozitivitetit dhe suksesit personal. Dhe normalisht brenda kësaj kulture, le të themi korporatiste, kapitaliste më radh, një ndikim në këtë vështrimin e trishtimit me një lloj qasje negative ka luajtur edhe psikologjia e mirëqenies apo ajo që quhet apo edhe self-help psychology apo
Dhe kjo lloj psikologjie, e cila është pjesë e lëvizjes së psikologjisë së prosperitetit të mirëqenies, ato e amplifikojnë këtë lloj qasje negative në trishtimit dhe këtë e bëjnë në disa mënyra. E para punës, shumë libra që lidhen me psikologjinë self-help e barazojnë lumturinë emocionale me suksesi financiar në marrëdhënie ose në karrierë, kështu që trishtimi jo vetëm që bëhet i pakëndshëm, po është edhe një lloj dështimi. Po ashtu këto qasje shpesh do kuptojmë se me mendimin e dur ose mendsinë pozitive mund të kontrollosh plotësisht emocionet e tua duke paraqitur trishtimin si një mangësi personale dhe jo si një reagim situacional ose ekzistencial. Pjesë e literaturës psikologjisë suksesit, o psikologjisë mirëqenies, apo e literaturës self-help industry që quhet, është që ato lulëzojnë mbi premtimet për zgjidhje të shpejta dhe të lehta, duke i bërë proceset më ngadalta dhe më reflektuese që kanë të bëjnë me reflektimin, pikëllimin, transformimin, të duken si të panevojshme, madje edhe të dëmshme. Normalisht në botën moderne në cilën ne jetojmë sot ka edhe faktorë të tjerë kontribues që e bëjnë mbizotrues opinionin negativ në lidhje me trishtimin dhe vlerën e tij. Dhe një nga ato është ajo që quhet medikalizimi i emocioneve, pra fakti që emocionet shihen gjithnjë më shumë në terma klinik dhe në rastin konkret trishtimi gjithnjë më shumë paraqitet në terma klinik dhe shpesh barazohet me depresionin, ndosë këto nuk janë as pak identike. Ka mbivendosje, por nuk janë identike. Dhe kjo e kufizon hapësirën për trishtimin e zakonshëm si një gjendje emocionale kuptim plot. Edhe po ashtu, në ideologjinë neoliberale që mbizotron sot në shoqërinë tona, individi është përgjegjës apo shihet si përgjegjës për suksesin e tij apo dështimin e tij. Dhe trishtimi mund të shihet si provë e dobësisë personale, një dështim për të përshtatur, për të përpjekur ose për të manifestuar qëllimet e veta. Dhe normalisht që në kulturën digjitale në cilën ne jetojmë, amplifikon imazhet e kuruara të lumturisë, suksesit, gëzimit dhe rrallë herë të trishtimit, pikëllimit apo brengës. Gjitha këto aspekte dhe shumë tjera përveç saj qëndrojnë pas një lloji qëndrimi negativ në lidhje me kuptimin e trishtimit dhe vlerën që ai mund të ketë. Kur vjen puna tek tradita islame, qëndrimet kanë qenë të shumta, por ne mund të shquajmë dy qasje mbizotruese për sa i përket vlerës që ai mund të ketë për jetën fetare. Dhe njëra prej tyre e shet trishtimin si një sprovë nga Zoti që duhet përballuar, dhe tjetra e shet trishtimin si një shenjë dalluese e virtytit shpirtëror, dhe si diçka që e udhëzon besimtarin në shërbim të jetës së virtytshme. Nëse e shohim traditën islame, mund të flasim për qëndrime negative dhe pozitive ndaj trishtimit. Tendenca e parë ilustrohet më së miri në veprën e Ibn Qayyim al-Jauziyes, dietari i shekullit 14, me Darius Salikin. Në këtë vepër ai e përqet trishtimin në terma negativ. Ai nuk e konsideron trishtimin si një vend stacion shpirtëror, maqam, apo si gjendje shpirtërore, hal, apo si diçka me vlerë shpirtërore në vetvete. Sipas Ibn Qayyimit, shfaqja e trishtimit nuk është diçka që mund ta kemi në kontroll. Pra ai, pavarësisht se e konsideron atë trishtimin si jo si diçka me vlerë në vetvete, ai është i ndërgjegjshëm që trishtimi është diçka që është pjesë përbërëse e jetës njerëzore dhe ne nuk mund ta kemi atë nën kontroll, pra ai do të jetë pjesë e jetës tonë. Dhe pavarësisht nga kjo, sipas tij, ne nuk duhet të bijemi në trishtim, duke qenë se trishtimi nuk ka asnjë rol që të na udhëheq në rrugën e devotshmërisë. Dhe tendenca e dytë mishërohet më shumë në traditën mistike islame, në traditën e tasawufit, e cila deri diku ngërthehet nga dietari i famshëm Ebu Qasim al-Kushairi, dietari i shekullit 11, i cili në veprën e tij Risale, e cila konsiderohet një nga manualet klasik të tasawufit në islam, të traditës mistike islame, në të trishtimi është një shenjë dalluese e virtytit të përshpirtshmërisë, të spiritualitetit. Trishtimi është vetë gjendja e elitës shpirtërore të kësaj bote dhe ata duhet të jenë të trishtuar, pra një elita e kësaj bote, pra evliat apo njerëzit e devotshëm, duhet të jenë të trishtuar thjesht si pasojë e faktit që gjenden në këtë botë dhe janë të ndarë nga Zoti. Kemi dy lloj qasjesh, një qasje e cila nuk e shet trishtimin si vend stacion shpirtëror, si diçka me vlerë fetare në vetvete, e cila siç e thash, për rastin konkret që po flasim neve, përfaqësohet nga Ibn Qayyim al-Jauziyja, dhe një traditë tjetër e cila e sheh trishtimin si një pjesë përbërëse e vend stacioneve shpirtërore apo e gjendjeve shpirtërore dhe si diçka e cila e prin dhe e ndihmon rrugtarin në jetën spirituale, e ndihmon atë që të përmbush virtytet e jetës shpirtërore. Dhe kjo për
dersi tonë sot mishërohen nga Imam Kushairi në veprën e tij Risale. Pavarësisht këtyre dy dallimeve në qasjen ndaj trishtimit, ka gjithashtu edhe pika përputhje në këtë spektër. Të gjithë dietarët pajtohen se njeriu duhet të jetë i trishtuar për ekzistencën e të keqes. Të gjithë bien dakord se njeriu duhet të jetë i trishtuar për gjunahet e kryera ose për dështimin e kryerjen e detyrimeve fetare. Ka gjithashtu edhe një pajtim të gjerë ndërmjet dietarëve se njeriu duhet të jetë i trishtuar në lidhje me jetën tjetër. Në lidhje o i pëkluar ose të ketë breng për përfundimin e tij në botën tjetër. Pra në lidhje me mundësinë e një fundi të mbrapsht në jetën e amshuar, në jetën e ahiretit. Dhe se njeriu duhet të jetë i trishtuar në lidhje me këtë jetë, pra në lidhje me humbjen e gjërave të kësaj bote. Duke pas parasysh këtë lloj ndarje dhe këtë lloj dy qasjeve kryesore, si pasojë në vijim, ne inshallah do të lexojmë, përmbledhim ose komentojmë veprën e Ibn Qayyim al-Jauziyja me Dar es-Salikin, seksionin e tij lidhje me pikëllimin apo trishtimin, veprën e Imam Kushairi të Risale dhe seksionin e tij lidhje me trishtimin, si dhe do të lexojmë disa pasazhe nga një artikull shumë i mirë i shkruar nga Paul Heck, që titullohet Trishtimi, dy pikpamje klasike islame, të cilën ne kemi botuar tek faqja Erasmusi kohët e fundit. Tani duke filluar me Ibn Qayyimin me qasjen e parë, një lloj qasje më negative ndaj trishtimit, ai argumenton mbi bazën e Kuranit, i cili shpesh flet për trishtimin në termat e një urdhri negativ. Allahu thotë mos ki frikë, dhe mos u trishto. Nga kjo vjen edhe titulli i librit të famshëm në gjuhën shqipe, mos u trishto, la tahzan. Dhe konfirmohet po ashtu një qasje e tillë konfirmohet nga hadithi që e përshkruan profetin sallallahu alaihi wasallam, duke i bërë dua Allahu xhela xhelaluhu dhe duke i kërkuar Allahut që ta mbrojë atë ndër të tjera edhe nga trishtimi. Ajetet kuranore që vijnë për trishtimin dhe hadithe duke se tregojnë atë si diçka të cilë besimtari duhet t'i largohet apo të t'i kërkojë Allahu xhela xhelaluhu mbrojtje prej tij. Megjithatë ka edhe një ajet kuranor në cilët besimtarët pasi përshkruan se do të vendosen në xhenet, e falenderojnë Allahun që i shpëtoi ato nga trishtimi. Dhe dietarët kanë komentuar në forma ndryshe, po ideja është që ata gjatë jetës tyre në dynja kanë pasur trishtim dhe Allahu xhela xhelaluhu i shpëtoi ato duke i vendosur ato në xhenet dhe begata, dhe kjo nënkupton se trishtimi është pjesë e konditës njerëzore. Edhe njerëzit e xhenetit përjetojnë një farë trishtimi, më saktë në jetën e tyre të mëparshme flas. Dhe trishtimi duhet të ketë një farë sensi, nëse edhe njerëzit e xhenetit nuk kanë qenë në gjendje që në jetën e tyre në këtë botë ta shmangin atë plotësisht. Kështu që për qëndrimin e parë që përfaqësohet nga Ibn Qayyim al-Jauziyja në dersin ton, trishtimi nuk ka qëllim në vetvete, por është e pamundë që t'i shpëtosh momenteve të trishtimit. Kështu që nëse personin e pllakos trishtimi, pikëllimi apo brenga, dhe ai e përballon atë me durim, dhe mbi të gjitha nuk e lë trishtimin që të ndikojë në aftësitë e tij për të kryer obligime fetare, atëherë ai person ka për të shpërblyer për këtë, ose duke u rritur në rangun e besimtarëve, ose duke u reduktuar veprat e tij të këqija. Thelbi i kësaj pra i këtij qëndrimi është që trishtimi nuk duhet barazohet me devotshmërinë. Njeriu duhet të jetë i trishtuar në situata të caktuara, si fjala vjen në mangësitë e tij në devotshmërinë fetare apo në kryerjen e gjunafeve, por kjo nuk e bën pikëllimin në vetvete një akt adhurimi. Megjithatë, Ibn Qayyim është i ndërgjegjshëm që është e pamundë të shpëtosh momenteve të trishtimit kur zemra përjeton dhimbje. E trishtimi në këtë kuptim është si çdo shqetësim tjetër, ai duhet përballur me forcë dhe me sabër, me durim, duke qenë se ka potencialin që ta dobësojë zemrën dhe të bëjë më të dobët vendosmërinë e njeriu në rrugën fetare. Madje trishtimi e vë trupin në trysni dhe e bën fytyrën të marrë një pamje të lodhur dhe të zbehet. Dhe sipas tekstit kuranor, trishtimi është një mjet nëpërmjet cilit shejtani vendos një sëmundje në zemrat e besimtarëve për t'i frenuar ata që të veprojnë me një qëllim të caktuar. Prandaj dhe njeriu sipas Ibn Qayyimit duhet ta përballojë pikëllimin me durim, edhe forcë apo vendosmëri, dhe nëse vepron kështu ai ka për të shpërblyer. Dhe njeriu shpërblehet për përballimin e sprovave, të belave, si edhe për kryerjen e gjërave për të cilat është urdhëruar. Dhe jeta normalisht ka çështet e saj të trishtimit, por njeriu duhet të jetë i kujdesshëm që të mos bie në pikëllim, duke qenë se pikëllimi dobëson zemrën dhe gryen vendosmërinë e robit. Dhe tek e fundit nuk ka asnjë arsye për të qenë këmbgulës në trishtim, pasi trishtimi është e kundërta lumturisë dhe lumturia në këtë botë dhe në botën tjetër është synimi kryesor i jetës fetare. Pavarësisht kësaj, Ibn Qayyim al-Jauziyja është i ndërgjegjshëm siç e thash që trishtimi është pjesë e jetës fetare dhe
eliminimi i plot ishte pamundur, madje është edhe mund të jetë edhe i dëmshëm, në sensin që trishtimi, nëse i qasësh në mënyrën të duhur dhe reagon ndaj tij në mënyrën e duhur, ai ka vlerë edhe të sjell dobi fetare në jetën shpirtërore. Prandaj edhe ai në veprën e tij me Daris Salikin e citon Imam Rawi dhe pastaj e komenton atë. Dhe Imam Rawi i cituar nga Ibn Qayyim thotë, trishtimi ka 3 nivele. Niveli i parë ose pikëllimi është ai i njerëzve të thjeshtë, dhe që është pikëllimi për lënien pasdore të shërbimit, të hizmetit ndaj fesë dhe Zotit. Zhytja në largësi dhe shpërdorimi i ditëve në gjëra të kota. Dhe Ibn Qayyim pastaj thotë dhe komenton thotë, për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit e përgjithshëm, për të gjithë neve, lënia pasdore e hizmetit ndaj fesë dhe Zotit është më e rëndë se lënia pasdore e veprave të mira. Sepse ky lloj pikëllimi që i lind robit kur e sheh që po lë pasdore hizmetin ndaj fesë dhe Zotit, lind edhe kur ata janë duke kryer adhurime. Pra edhe në momentin kur ti falesh agjeron, prapë mund të kesh në zemër një lloj pikëllimi për faktin se nuk je duke ja bërë hizmetin fesë në mënyrë të plotë. Dhe për këto lloj njerëzish, shërbimi, hizmeti pra është i çështje edukate dhe morale, ahlaku dhe edebi, siç e thon arabisht, dhe jo thjesht veprime adhurimi. Dhe ky lloj hizmeti lidhet me detyrat dhe sjelljet e çeturit të robit Zotit, prandaj ai që pikëllohet për lënien pasdore të hizmetit, edhe më shumë të pikëllohet për lënien pasdore të veprave të mira. Ndërkohë që elementi i dytë që përmend Harawi, që është zhytja në largësi ndaj Zotit, pra njeriu zhytet gjithnjë më shumë dhe distancohet gjithnjë më shumë ndaj afrimitetit me Zotin, është më specifike thotë Ibn Qayyim se kryerja e gjunafeve. Kur njeriu bën gjunaf, ai pikëllohet për faktin që gjunafi ka nxjerrë atë, e ka larguar atë ndaj Zotit. Por thotë kjo ndjesi e pikëllimit që vjen si pasojë të perceptuarit se je duke zhytur gjithnjë më shumë në largësi me Zotin, apo duke distuar gjithnjë më shumë ndaj me Zotin, është më specifike se kryerja e gjunafeve, thotë Ibn Qayyim, sepse i referohet humbjes së ndjenjes së afërsisë me Allahun. Pra i referohet një pikëllimi që vjen si pasojë e fakti që robi bëhet i vetëdijshëm që ai e ka filluar ta humb ndjenjen e afërsisë me Allahun xhela xhelalu. Dhe kur ky intimitet me Zotin zhduket, vendin e tij e zë largësia shpirtërore dhe si pasojë vjen edhe pikëllimi. Ndërkohë që sa i përket elementit tretë që përmendet këtu, shpërdorimi i ditëve, kjo ndodh në dy mënyra. E para, shpërdorimi i ditëve duke i lënë ato bosh nga kryerja e veprave të adhurimit apo veprave të mira, dhe e dyta është shpërdorimi i ditëve duke lënë ato bosh nga përvojat shpirtërore, nga të shijuarit e besimit, nga ëmbëlsia e lidhjes me Allahun dhe shoqërimi me të. Secila nga këto tre gjendje, pra lënia pasdore e hizmetit ndaj Zotit dhe fesë, zhytja në largësi apo distancë nga Zoti dhe shpërdorimi i ditëve, ka forma të ndryshme, disa janë për fillestarët, disa janë për të ndërmjetësit, thotë Ibn Qayyim, ndose këtu sipas mendimit të tij kjo i referohet më shumë ti, pavarësisht se Harawi që vendos tek njerëzit e thjeshtë, i referohet më shumë ti atyre që janë në rrugtim të ndërmjetëm ose janë në distancë të ndërmjetme në rrugtimin e tyre shpirtëror. Ndërkohë që niveli i dytë është pikëllimi i njerëzve të vendosmërisë, al-azm. Dhe ai ndodh është një pikëllim që vjen si pasojë e humbjes së kohës në shpërndarje, angazhimin e njeriu në diçka tjetër përveç soditjes së Zotit vetëm dhe shpërqendrimin nga pikëllimi. Ibn Qayyim merr dhe i zbërthen këto fjali hermetike pothuajse dhe thotë lidhja e zemrës me shpërndarjen apo humbjen e kohës në shpërndarje është mungesa e përqendrimit të plotë në praninë me Allahun dhe shpërndarja e mendimeve në luginat e dëshirave dhe epsheve. Dhe në momentin kur njeriu e sheh veten në këtë lloj gjendje, ai ndjen një lloj pikëllimi dhe trishtimi për veten e tij dhe për gjendjen në cilën ai ndodhet. Ndërkohë që përsa i përket angazhimit, tërshtimit që vjen si pasojë e angazhimit të njeriu me diçka tjetër përveç soditjes së të vetmit, apo që në arabisht quhet shuhud, dëshmimit të Zotit, është dy lloje, thotë Ibn Qayyim, angazhimi i robit me diçka tjetër përveç dhikrit të Allahut, i cili ishi vetmi është mjeti kryesor për me cilën njeriu mund të arrijë soditjen e Zotit, soditjen e të vetmit, mund të arrijë gjendje shpirtërore dhe vazhdimin shpirtëror të mushahedes, të dëshmuarit të Zotit. Dhe e dyta është angazhimi i robit me përmendjen, do të thotë robi angazhohet me dhikrin vetvete. Dhikri nuk është një mjet që ai të arrijë gradën e përjetimit soditjes Zotit vetëm, por njeriu
angazhohet plotësisht, fokusohet plotësisht tek dhikri në vetvete, por duke u shkëputur nga soditja. Për shkak të dobësisë së dhikrit të tij, pra dhikri nuk ja lejon atë lloj kalimi, për shkak të dobësisë së zemrës për të soditur, zemra nuk është aftë të arrijë gradën e soditjes, ose ndonjë pengesë tjetër, thotë Ibn Qayyim. Megjithatë, kur soditja thotë mbizotron shpirtin, pra kur robi arrin në këtë lloj niveli, ai nuk mund të shkëputet prej saj, prej soditjes, përveç se nëse mbizotron diçka që e largon ata prej saj. Dhe çdo gjë që e largon robin, që e pengon robin, që të largohet nga soditja e Zotit, bëhet shkak që robi të ndjejë pikëllim në zemrën e vet dhe të ndjejë trishtim për gjendjen e tij shpirtërore. Ibn Qayyim pastaj thotë se i përket ngushëllimit nga pikëllimi, ai nuk kupton se prania e pikëllimit në zemër është dëshmi e vullnetit dhe e kërkimit. Kështu që mungesa e tij dhe ngushëllimi ndaj tij përbën një mangësi. Pra kur njeriu ngushëllohet nga pikëllimi, atëherë ka problem që nuk ndjen pikëllim kur momentin kur e ndjen e sheh veten në gjendje të tilla, atëherë kjo është një mangësi shpirtërore dhe robi pikëllohet për mungesën e pikëllimit, ashtu siç qahet për mungesën e qarit apo friksohet për mungesën e frikës. Pra, ka një moment kur njeriu ndjen pikëllohet për faktin që nuk ndjen pikëllim në rrugën shpirtërore, në relatin e tij me Zotin dhe mungesën e tij në lidhje me adhurimin ndaj Allahut xhela xhelaluhu. Dietar musliman Harawi vet thotë që kur vjen puna tek elita e veçantë, sipas tij ata nuk kanë asnjë lidhje me statut, me pozitën e pikëllimit, sepse pikëllimi është mungesë, pra kur ti ke parasysh nuk ja jep hakun Zotit, fesë, adhurimeve me radhë, ndërkohë që elita janë ato që quhet ahlu wijdan, njerëzit që e kanë gjetur Zotin. Në momentin kur e gjen Zotin, atëherë nuk ka më pikëllim për ty. Prandaj dhe Harawi thotë që niveli i tretë i pikëllimit është pikëllimi për tre gjëra. Ky niveli i elitës. Konfliktet e brendshme, dhe jo thjesht mendimet kalimtare, konfliktet që robi ka në qëllime dhe kundërshtimin ndaj përcaktimit hyjnor, kaderit. Kur vjen puna tek konfliktet e brendshme, Ibn Qayyim thotë që këto ndodhin kur robi merr frymëzim hyjnor nga Zoti dhe frymëzimi hyjnor, frymëzimet e ndryshme hyjnor përplasen me njëra tjetrën. Prandaj dhe robi ka pikëllim për konfliktet e brendshme, që do të thotë kur frymëzimi i shpresës përplaset me frymëzimin e drojës ndaj Zotit, kur frymëzimi i zgjerimit shpirtëror përplaset me atë që quhet ngushtimi shpirtëror, apo kur frymëzimi që robi merr për intimitetin ndaj Zotit përplaset me madhështinë e Allahut xhela xhelaluhu. To kundërthënie prodhojnë në mënyrë të pashmangshme thotë tek elita e elitës pikëllim shpirtëror dhe këto konflikte nuk janë mendime kalimtare. Prandaj dhe Harawi thotë elita e elitës ndjen pikëllim kur ka konflikte të brendshme dhe jo thjesht mendime kalimtare, dhe ato janë frymëzime hyjnore, ajo që quhen në arabisht waridat ilahia. Dhe për ta, thotë Ibn Qayyim, kjo vjen ka shfaqja e emrave dhe cilësive hyjnore në zemrën e robit. Dhe kjo njihet në arabisht thotë Ibn Qayyim si tajalli, epifani, siç e thon krishterët, apo shfaqja e hyjnores tek njerëzit. Në momentin kur Zoti shfaqet njeriu me gjitha emrat dhe cilësitë e tij, ndonjëherë emrat dhe cilësitë e tij përplasen tek zemra e robit, shpresa me drojen, zgjerimi me ngushtimin, intimiteti i Zotit me madhështinë e tij e me radhë, dhe kjo tek elita e elitës sjell një lloj pikëllimi. Ndërkohë që elementi i dytë që përmendet, konfliktet e qëllime, janë më të vështira për kërkuesit shpirtëror, thotë Ibn Qayyim, sepse kërkuesi i sinqert gjithmonë përpiqet për rrugën më të dashur për Allahun xhela xhelaluhu, dhe ndonjëherë këto dy rrugë i duken atij njësoj të vlefshme. Atëherë cilën duhet zgjedh? Dhe kjo është konflikti në qëllime, pra cilën për tyre. Disa thotë Ibn Qayyim mbështeten në gjykimin e tyre racional, në ijtihad. Disa, edhe nëse nuk mundet të gjejnë aty, atëherë ndjekin mësuesin e tyre, shehun e tyre. Dhe nëse nuk kanë mësues apo sheh, atëherë presin udhëzim hyjnor përmes ngjarjeve në jetën e tyre. Por në momentin kur ato ndjehen të konfliktuar në qëllime, sepse gjatë rrugtimit të tyre shpirtëror, duke tentuar të gjejnë atë që është rruga më e dashur për Allahun xhel xhelalu, dy ose më shumë rrugë, i duken të barazvlefshme, dhe atëherë ata vendosen një situatë kërkimi për të gjetur atë që është më e mira, për t'i dhënë e përsi njerëz me tjetrës. Kjo është një nga sebebet me cilës elita mund të përjetojë trishtim në jetën e tyre, dhe në fund fare, thotë Ibn Qayyim, kjo i referohet qofshin përcaktimeve kozmike hyjnore apo përcaktimeve që kanë bëjë dekreteve të Zotit që kanë bëjë me dispozitat fetare ligjore, me dispozitat e fikut. Sa i përket përcaktimeve kozmike në jetën tënde, e kupton, jetë, vdekje, sëmundje me radhë,
elita e elitave pikëllohen në momenti kur ndjejnë në zemrën e tyre një mungesë edebi me Allahun xhela xhelaluhu, ku ndosë përsëjashmi ato konformohen me kaderin dhe janë të kënaqur me të sidoqoftë ai, së brendshmi ndjejnë në vetvete një lloj kundërshtimi të fshehur. Ndaj kaderit nuk ndjehen rahat me atë që kanë me kaderin e Allahut xhela xhelaluhu. Ndërkohë që për sa i përket pikëllimit që i vjen si pasojë e dispozitave ligjore që janë shpalosur në shariat, ata përpiqen që pikëllimi vjen në momenti kur robi ndjen në zemrën e tij, elita e elitës, se ata janë në një përpjekje të vazhdueshme për t'i pajtuar gjendjet e tyre shpirtërore me detyrimet ligjore, në vend që këto t'i vinë atyre natyrshëm. Në fund fare ato të bëjnë dorëzimin ndaj dijes Zot, më saktë ndaj dijes fetare është detyrueshëm. Pikëllimi për konfliktet e brendshme mbetet një çështje e nefsit, e egos, dhe Allahu e di më së miri. Pra siç e shihni në këtë lloj qasje ti më ka me Xhozies edhe jo vetëm tatit, ëh, në këtë lloj qasje negative të trishtimit, trishtimi nuk ka vlerë fetare në vetvete. Por kjo nuk do të thotë që ekzistenca e tij në jetën njerëzore dhe në jetën shpirtërore është e ligë dhe e dëmshme gjithnjë. Përkundrazi, nëse njeriu i qaset trishtimin në mënyrën e duhur dhe përjeton trishtimin për arsyet e duhura, atëherë ai kthehet në një mjet për të qenë të dobishëm fetar dhe në një mjet për të arritur grada të larta shpirtërore. Po në vetvete ai nuk është diçka e synuar. Nuk është diçka që udhëtari shpirtëror duhet të synojë, ta përjetojë dhe ta ketë si gjendje të tij të përhershme. Ndërkohë që qëndrimi i dytë, i cili është ai i cili ka një lloj qëndrimi pozitiv ndaj trishtimit, i cili e shet trishtimin si një lloj vlere në vetvete dhe si diçka që duhet ta bashkëshoqërojë njeriu gjatë gjithë jetës së tij në këtë dynja. Ky lloj trishtimi, siç e thash, është artikuluar më së shumti në traditën mistike islame të tasawufit, por fillesat e tij i ka në literaturën e zuhdit. Dhe kjo është asketizmi, pra. Dhe kjo është një literaturë e cila është zhvilluar në shekullin e 2 Hijri dhe është shkruar nga dietarët e hershëm islam. Dhe në veprat e shekullit të 2 Hijrit, që i përkasin këtij zhanrit të asketizmit, zuhdit, e cila është shkruar nga dietar një Abdul Mubarak, i cili ka vdekur në vitin 181 Hijri, Muafa Imran al-Mawsili i 185 Hijri, Waqil ibn Jarrah i 197 Hijri, si edhe në veprat e shekullit 3, shkruar nga dietarë si Abu Bakr ibn Abi Shayba, Imam Hanbali rahimullah, Hanad ibn Sari al-Mus'ab e tjerë. Trishtimit i kushtohet një rëndësi e veçantë në këto vepra. Ai fillon të shikohet me një sy më optimist dhe, nëse mund të themi kështu, dhe trajtimi i trishtimit në veprat e zuhdit shfaq disa karakteristika. E para punës, huzni, trishtimi, paraqitet në mënyra të ndryshme. Disa autorë i kanë kushtuar një kapitull të veçantë ose seksion të veçantë trishtimin vetvete, siç është rasti me kapitulli Bab el-Buka wal Huzn, pra kapitulli i përlotjes dhe trishtimit në veprat e Ibn Mubarakut, ose Kitab az-Zuhd wa Raqa'iq, etj që konsiderohet nga veprat më e hershme dhe më të ruajtura të zuhdit. Dhe për herë të parë huzni, trishtimi, fillon të ketë një trajtesë të veçantë, një seksion të veçantë, një kapitull të veçantë vetëm kushtuar atij. Një element i dytë që shfaqet në literaturën e hershme dhe të përnderuar të traditës islame është që huzni, ashtu si të gjithë aspektet e tjera në këtë lloj literature, sipas kësaj literature ai duhet lexuar në dritën e dikotomisë dynja dhe ahiret. Kjo botë dhe bota tjetër. Dhe trishtimi për këtë botë dhe trishtimi për botën tjetër janë të papajtueshme, edhe në mënyrë të kundërt proporcionale. Nga njëra anë, kjo botë, me gjitha epshet dhe banorët e saj, është burimi i pikëllimit për njerëzit e devotshëm. Prandaj dhe besimtari i vërtet nuk mund të jetë vetëm në trishtim dhe reflektim të vazhdueshëm në këtë dynja. Dhe këtu ka një lidhje, pra ata lidhin trishtimin me reflektimin. Në momentin kur e sheh gjendjen e dynjas dhe banorëve të saj dhe epsheve të saj, njeriu ndjen trishtim, dhe për sa kohë është këtu, trishtimi është pjesë e pandashme e tij dhe është lidhur në mënyrë të ngushtë me tefekkurin. Huzn wa tefekkur, trishtim dhe meditim, reflektim mbi gjendjen e dynjas. Nga ana tjetër, Allahu xhalla xhelaluhu mund t'ia shpërblej huznin, trishtimin e robit në këtë dynja, ashtu siç ishte rasti i Jakubit, i cili humbi gjithçka, dhe trishtimi i cili solli një shpërblim të barabartë dhe më të lartë se ç'e kishte, për shkak të pikëllimit dhe durimit që tregoi gjatë sprovave që i ndodhen. Por më tepër në literaturën e zuhdit, huzni, trishtimi, sjell përfitime të ndryshme pozitive shpirtërore. Sipas dietarëve që kanë shkruar në këtë lloj zhanri, trishtimi e parandalon prishjen e zemrës.
Malik ibn Dinari nga asketet e hershëm dhe të famshëm thotë, një zemër pa trishtim është si një shtëpi e rrënuar. Trishtimi po ashtu në këtë lloj literature shton edhe veprat e mira. Prandaj edhe në këtë lloj literature gjenden thënie si fatkeqësia dhe pikëllimi shtojnë veprat e mira, ndërkohë që gjunahu dhe mosmenjoja shtojnë veprat e këqija. Në një anekdotë që gjendet në këtë lloj librash, një sasi e madhe e trishtimit është diçka për cilën duhet shpresuar. Në një thënie që i atribuohet Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, trishtimi i shkaktuar nga sprovat është i bravës vlefshëm me gëzimin e sjell nga bekimet. I pari gjeneron durim, pra trishtimin në sprova gjeneron durim, ndërsa i dyti gjeneron mirënjohje. Kështu që në literaturën e zuhdit, trishtimi mund të jetë në njëjtën kohë adhurimi më i mirë ndaj Zotit ose shenjë dyshimi në besim. Prandaj edhe Ibrahim ibn Adham, që ka ndruar jetë në vitin 161 Hijri, pa flasë për asketet e hershëm fare. Për të me fjalë, trishtimi ka një lloj ambivalence, ai mund të numërohet pro nesh ose kundra nesh. Dhe gjitha kjo varet nga mënyra se si ne i qasemi trishtimit dhe se si ne operojmë momenti kur zemra jon apo shpirti jon preket nga trishtimi. Dhe një tjetër element që gjendet në literaturën e zuhdit, asketizmit në lidhje me huznin, me trishtimin, është dominanca që ka Hasan al-Basri, apo i famshëm Hasan al-Basri në këtë lloj literature, veçanërisht në lidhje me asketizmin edhe me huznin. Hasan al-Basri citohet në këtë lloj literature si prototip më me ndikim i asketit të pikëlluar, duke e parë trishtimin shpirtëror si diçka të përnderuar. Dhe ai shpesh përshkruhet në këtë literaturë, në citimet që vijnë prej tij, si i mbërthyer nga një trishtim i gjatë dhe i vazhdueshëm, atwal al-huzn, siç e thon arabisht, dhe thuhet se ai ka thënë besimtarit të zgjohet dhe të shkojë në shtrat i pushtuar nga trishtimi. Edhe një tjetër citim për tij thuhet se ai ka thënë, Zoti nuk është adhuruar kurrë më së miri se sa me trishtim të vazhdueshëm. Mësimet e Hasan al-Basrit janë raportuar vazhdimisht në shumicën e veprave të zuhdit, asketizmit, duke qenë shtylla e ndërtimit të një perspektive më pozitive në lidhje me trishtimin, si një nga karakteristikat kryesore të besimtarit vërtet dhe si adhurimi më i mirë. Dhe prania e tij e fuqishme mund të bëjë timin ton për rëndësinë e trishtimit për asketet e tjera bashkohës, duke na bërë normalisht të mbivlerësojmë rolin e këtij koncepti në devocionin islam. Kjo është literatura e zuhdit shekullit 2-3 Hijri dhe prej një lloj qasje më pozitive ndaj zuhdit që gjendet në këtë lloj literature, për shkak të citimeve të shumta që vijnë nga ulemat e hershëm, sidomos dominimit të Hasan al-Basrit si asketi i pikëlluar par excellence, me fjalë se mund të themi kështu, to burime shërbyen si materiale të cilat u përdoren më pas nga tasawufi zyrtar për të artikuluar në manualet klasike të sufizmit dhe të misticizmit islam dhe për të formsuar përfundimisht një lloj qasje më pozitive në lidhje me vlerën në vetvete të pikëllimit për rrugën shpirtërore të njeriut. Dhe këtu vim tek Risalja e Imam Kusheriut rahimullah, e cila është një nga manualet më të njohur të tasawufit islam, al klasik, dhe përbën një risi të fuqishme në trajtimin që i ka bërë trishtimit, dhe kjo risi qëndron si në përmbajtje ashtu dhe në formë. Dhe nga ana përmbajtësore, në kontrast me Ibn Qaymin, i cili e bën të qartë që trishtimi nuk është një mekam shpirtëror, një vestacion shpirtëror apo gjendje shpirtërore, Kusheriu thotë se trishtimi është një gjendje shpirtërore që e pengon zemrën nga përhumbja në luginat e harresës, pra nga përhumbja në luginat e gafletit. Kështu që për Imam Kusherin, trishtimi është një nga karakteristikat e njerëzve të udhës shpirtërore, ahlu suluk. Dhe ai citon mësuesin e tij Ebu Ali Dekaku, një tjetër asket i famshëm dhe mistik i mirënjohur, që të ketë thënë se ata që janë në gjendje trishtimi udhtojnë më të ojnë, më tutje për gjatë një muaji në rrugën e Zotit, se sa që udhtojnë për vite me radhë ata që nuk janë në gjendje trishtimi. Nga ana formale, trajtimi i Imam Kusherit është autoritativ dhe sistematik dhe ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në traditën e mëvonshme të misticizmit islam, duke shërbyer si një pikë kthese për shumë prej koncepteve të misticizmit islam dhe sidomos një pikë kthese dhe një optimizmi, këndvështrimi pozitiv le të themi kështu ndaj trishtimit. Dhe këtë lloj qasje të dytë që mishërohet nga tradita e zuhdit në islam dhe nga Imam Kusherin në risalen e tij, trishtimi
përfshihet në çështjet e qëllimshmërisë fetare, është i synuar në vetvete. Por nuk është një lloj si qasja e parë. Në këtë lloj qasje të dytë është vetë trishtimi dhe jo reagimi i njeriu ndaj tij që është shenja dalluese e qëllimshmërisë shpirtërore. Këtu në këtë lloj qasje njeriu mund ngushëllohet nga fakti që ndihet i trishtuar për shkak se kjo është një shenjë që ai është në rrugën e duhur. Pra, ekzistenca e trishtimit në grada të ndryshme në zemër është një shenjë që ai është në rrugën e duhur. Dhe trishtimi në vetvete është një shenjë se njeriu ka qëllim të qartë nga pikpamja shpirtërore. Pikërisht në këtë kuptim, nevojitet që të lexohen raportimet që kuptojnë se trishtimi është qëllim shpirtëror në vetvete, si fjala vjen disa raportimet që përmenden në këtë lloj literature se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte vazhdimisht i trishtuar, ndosë Ibn Qayyim el-Jauziyja kritikon atë nga ana e senedit duke treguar që nuk është një transmetim i saktë, si më thon, dhe raportime të shumta që vijnë nga Hasan el-Basri dhe ulemat e hershëm islam nga periudhat e hershme të traditës islame. Në trajtimin e tij të huznit, të trishtimit, Imam Kushairi merr sjell një seri thënjesh apo jo nga asketët e hershëm islame dhe nga autoritetet shpirtërore të hershme islame, si edhe nga disa tradita profetike dhe nga Kurani për të treguar që trishtimi në vetvete është një gjendje shpirtërore e vlefshme dhe e nevojshme për udhëtimin shpirtëror. Ai përmend Fudhail ibn Iyadin, i cili thuhet se ka thënë se të parët tanë devotshëm ose selefët kanë thënë që trishtimi i pandërprer është zekati i intelektit. Dhe kjo është një thënie që gjendet edhe tek Imam Bayhaqiu, ke libri vet Shu'ab al-Iman, dhe ideja me fjalë është që nëse njeriu ka intelekt, pjesë e zekatit të tij, si më thon, taksirati i tij është edhe trishtimi, për shkak të gjendjes së dynjas, për shkak të gjendjes njeriu në raport me Zotin, për shkak edhe të një lloj pikëllimi për një përfundim jo të mirë të njeriu në botën tjetër, e kështu me radhë. Ibn Khafif, një tjetër autoritet fetar mistik, pohon se nga dobitë e trishtimit është se pengon nefsin që të ngrihet drejt kënaqësisë së kotë. E një tjetër thënia i thotë trishtimi është përmbajtja e egos nga zhytja në gëzime të kota. Ndërkohë që Ibn Kubejk pohon se një nga karakteristikat e drojës ndaj Zotit është se ajo e mbush me pikëllim robin për lëshimet që ai ka bërë në fe. Dhe në këtë kontekst ai e lidh trishtimin me drojën ndaj Zotit si dy elementë të rëndësishëm. Nëse ke drojën ndaj Zotit, do kesh edhe pikëllim për lëshimet e tua në fe. Sufjan ibn Uyeyne, një tjetër autoritet i hershëm dhe i mirënjohur, thuhet se ka thënë që nëse një person në këtë ummet derdh lot nga trishtimi, Allahu do ta falë të gjithë bashkësinë, gjithë ummetin për shkak të lotëve të derdhura nga ky person. Dhe kjo thënie është referencë ndaj një koncepti të evliaut si ai i cili e zbrapst të keqen përmes adhurimit, përlotjes, trishtimit e të gjitha elementeve të tjera shpirtëror. Një tjetër autoritet i hershëm që përmend Imam Kushairi është Daud at-Tawi, i cili përmendet se ka shtruar pyetjen si është e mundur, ka thënë ai, që njeriu të gjejë ngushëllim nga trishtimi në këtë dynja, kur brengat dhe belat përsëriten në çdo moment. Dhe kjo nuk kupton një lloj ndjeshmërie shpirtërore që e lë njeriu pa ndërprerje në një gjendje trishtimi, sa të qoftë ajo në grad. Sari as-Sakati, një tjetër autoritet i hershëm prej asketëve të hershëm islam, përmendet se ka kërkuar që të marrë mbi vete trishtimin e gjithë njerëzimit, ka bërë dua që të marrë mbi vete trishtimin e gjithë njerëzimit. Dhe normalisht dietarët kur e kanë komentuar këtë, ka thënë që kjo nuk duhet parë si shprehje një vullneti për të shlyer gjunafet e botës, në konceptin e krishterë, por si një dëshirë për të patur një rritje të trishtimit të tij personal, duke treguar në këtë mënyrë intensitetin e mosdënimit të tij për dynjan, që nuk e ka problem të marrë gjithë trishtimin e vet e gjithë dynjas mbi veten e tij, sepse ai për të dynja është hiç dhe nuk është asgjë. Dhe trishtimi që është i denjë për lëvdata këtu, nuk është trishtimi për gjërat e kësaj dynjaje, për të gjërat që ka humbur, por trishtimi që vjen si rezultat i aspiratave të njeriu për botën tjetër. Imam Kushairi po ashtu përmend edhe disa autoritete të hershme të asketizmit islam. Normalisht çdo thënie që ai përmend konsiston në një nga dobitë shpirtërore që ka trishtimi në vetvete, sipas tij gjithë. Dhe normalisht sjell transmetime të shumta nga Hasan el-Basri, ku thuhet që njerëzit nuk e kanë parë kurrë atë pa menduar se ai është vazhdimisht në një gjendje të pegosur dhe të pikëlluar dhe në gjendje reflektimi në lidhje me këtë dynjë. Ndërkohë që thuhet që kur Fudhail ibn Iyadi ndroi jetë, një autoritet i hershëm tjetër, thuhet se trishtimi u largua nga kjo botë së bashku me të.
gjendja e trishtimit që aq e fortë tek ai, sa thuhet që trishtimi u largua së bashku me të. Disa për dietarëve të hershëm e kanë lidhur trishtimin me takvan, pra me devotshmërinë, dhe prandaj dhe thuhet që Abu Bakr al-Khattani përmend se takvaja, devotshmëria banon në zemrën e çdo njeriu të pikëlluar. Ndërkohë që Abu Turabi Nakshabi tregon se drita e kënaqësisë me caktimin hyjnor, pra të qenë i kënaqur me caktimin hyjnor, dhe freskia shpirtërore e të qenë të zemrës së pajtueshmëri me kaderin hyjnor janë dy gjendje që e shpërndajnë trishtimin dhe e bëjnë atë gjithnjë e më të ulët. Imam Kushairi në këtë lloj konteksti, ai seksioni i tij për huznin është më së shumti një seri thënjesh nga ulemat e hershëm, nga evliat e hershëm apo jo, në lidhje me trishtimin, ku eksplorohen aspekte të ndryshme të trishtimit dhe dobisë që trishtimi ka në jetën shpirtërore të njeriu, duke bërë atë që të mos ngrihet, që mos të synojë kënaqësitë e kësaj dynjaje, duke bërë atë që të kuptojë, si më thënë, lëshimet e veta në fe, e lidh trishtimin me e ndihmon në meditimin, e ndihmon në përsosjen e veprave të adhurimit e të gjitha me radhë. Dhe në këtë lloj konteksti, trishtimi ka një vlerë në vetvete dhe ka një dobi në vetvete, dhe kjo lloj qasje nuk e sheh jetën fetare si tentative përhershme për të larguar trishtimin me çdo kusht nga jeta njerëzore, dhe nëse të ndodh atëherë bëj durim, po e sheh trishtimin apo e merr trishtimin si një oportunitet në vetvete, si diçka e mirë në vetvete, e cila lidhet me aspektet të dobishme të fesë dhe mund të ndihmojë udhëtarin shpirtëror që të ecë gjithnjë më shpejt dhe më larg në rrugën e tij shpirtërore. Dhe këto janë dy prej qëndrimeve dominante në lidhje me trishtimin në traditën islame. Dhe siç e thash, edhe atë qasja që përfaqësohet nga Ibn Qayyim el-Jauziyja, e cila nuk e sheh trishtimin si një sensacion shpirtëror apo si një gjendje shpirtërore vetvete, prapë edhe dietarët si Ibn Qayyim këtë qëndrim në lidhje me trishtimin dhe lidhjen e tij me jetën shpirtërore, gjithsesi e shohin trishtimin si të pashmangshëm në jetën e njeriu dhe ofrojnë artikulime se si në momentin kur zemra ka ploset nga brenga dhe trishtimi, se si ta bësh atë që të jetë një mjet apo një instrument që ajo të kthehet në diçka për cilën ti merr sevap, rritesh në grada shpirtërore dhe ke dobi fetare për saj.